jeni sot? Si po kaloni? Ja më thoni pak, si ndiheni? U kënaqa sot. Kisha këmbët me pesha. 10 minuta, çova çerekore në fakt maloren se po më shijonte, po doja ta çoja më shumë, po s'doja t'ju lija në pritje. Bëra edhe 7 minuta stretching, e miksuar me pak yoga, le ta quajmë. U kënaqa shumë. Edhe shpejt e tualeti palestrës, lava duart, se palestra shumë zhull në fakt. Kështu që kam këtë merakun e mikrobeve. Edhe ja erdha këtu, kështu si jam. U kënaqa. Por doja të isha live me ju edhe pse në 10:30 duhet jem diku. Nuk dua të mungoj asnjë ditë, ja kam premtuar vetes që unë do jem këtu sikur 5 minuta, t'ju përshëndes, t'ju dërgoj dashuri, t'ju jap një motivim, nuk dua të mungoj. Ditët më ideale do jenë ato që do shpjegojmë me detaje dhe do kemi mundësinë të flasim me minuta dhe minuta, ndoshta edhe më shumë se një orë, sikur se kemi bërë, por që sot s'është nga ato ditë. Ja të pi pak ujë. E dini se si kam qenë sot që në mëngjes. Sot ishte nga ato ditë që e keni parasysh edhe balkonin tim që hedh video ndonjëherë. Dhe duke ja i shiu, ajo koha gri, ai deti kështu pak me dallk, edhe thash ok, sot dua vetëm të pi një kafe edhe të rri në shtëpi. Ta lë palestrën për sot të bëj live nga shtëpia. I thash trurit, po ti tallesh me mua, seriozisht e ke? E bëra kafe, në mora me vete, e kam pirë rrugës gjysmën aty në palestër, duke bërë stërvitjen, sepse dua të rikthehem në formë. Tani kam pak trurin shumë. Kam bërë 4 ushtrime për këmbët me pesha të mëdhaja. Ata që stërviten me pesha e din atë presionin që t'i jep te koka non stop dhe të duhet paktën një orë e gjysmë pas palestre ta marrësh pak veten. Dhe mua më duhet pak kohë, po nga që unë jam e pandalshme dhe unë mund ta bëj live dhe të shkëlqej dhe në live dhe pas palestre unë do e bëj. Kështu që futemi direkt në temë. Si thoni? Hajde fillojmë. Sot dua që t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja. Pra sot kam dëshirë që t'ju përgjigjem. Atëherë, dikush pa më thot. Pyetja e parë direkt, ka të bëjë me frikrat me pasigurit. Mund të bëni pyetje edhe të avancuara, nuk është të them vetëm gjërat bazike. Kështu që çfarë keni ju shqetësim që doni përgjigje, unë shkurtimisht shpejt do ju përgjigjem. Përshëndetje, si ta heq frikën, kam frikë një familjar është në gjendje të keqe. Pra si të heqish frikën, se kuptova, se mos humbet ato familjarin që është në gjendje të keqe. Thjesht duhet të më saktësoj. Atëherë është një pyetje që po e bën Lina. Lina në radh parë të dërgoj shumë dashuri, uroj që të jesh mirë ti dhe fëmijët. Linën e kam pas studente në akademi edhe e njoh. Atëherë, koha me shi edhe... Qa ishte kjo? Nëse koha me shi dhe kur është qielli gri nuk e di pse më jep ankth dhe frikë. Para shumë vitesh, unë kam pas frikë, pasiguri, çdo gjë që ishte e kundërta asaj ndjesisë së ngrohtë, të qetë, të sigurt. Për shembull, kur është diell ne jemi të sigurt, është diell. Kur janë njerëzit të buzëqeshur, jemi okay sepse janë njerëzit të buzëqeshur. Pra kur njerëzit ishin gri, ose kur koha ishte gri, ishin ato momente që unë nuk dija si t'i përballoja, të them të drejtën. Dhe kur fillova të punoj pak me veten, arrita të kuptoj që në lidhje me kohën, kur është gri dhe kur është shi, kisha më shumë atë pasigurinë dhe atë frikën, sepse duhej të analizoja, të kthesha te vetja, të punoja me brendësinë time. Po që të punosh me brendësinë tënde dhe të njihesh me pasiguritë e tua dhe të njihesh me errësirën tënde, sepse ajo koha pasqyron atë që ti ke brenda. Dhe kur është koha shi, çfarë do bësh ti? Ose do rish me telefon, ose do shikosh film, ose do punosh me veten. Dhe që të takohesh me pasiguritë e tua dhe të shikosh drejt në sy errësirën tënde dhe të kuptosh që brenda teje ka shumë gjëra që ato ta kanë shkatruar jetën, jo njerëzit aty jashtë. Jetën ta ka shkatruar energjia që ju ke dhënë ti njerëzve të tjerë. Dhe kur ti kupton të gjitha këto, bësh e pandalshme, bësh shumë e fuqishme, për që të arrish në këtë pikë, duhet të përballesh me veten.
unë të them të drejtën, arrita të punoj me vete në Vjenë. Dhe nuk ishte rastësi sepse koha gri e Vjenës, ftohtë, ngritës, borë, në mes të prillit e jepte bora. Erë, ku do shkoja unë me një fëmijë në shtëpi? Doja s'doja do përballesha me veten. Kështu që unë sugjeroj kur është koha gri, unë sot çfarë bëra në mëngjes, patjetër shkrimi nuk e ndaj. Do thënë, përderisa vazhdoj të jem akoma të kemi influencë pozitive në jetën e qindra mijëra njerëzve, do të thotë që edhe kur u sfidova në jetë, vazhdova të bëja këto zakonet pozitive. Shkrimi është një nga ato që nuk e ndaj, asnjëherë nuk e ndaloj, se ndryshe ai kaosi në tru, po nuk u hodh aty në letër, më kontrollon ditën dhe unë s'mund ta lejoj që të më kontrolloj ditën. Bëra shkrimin, lexova diku te 20 apo 30 faqe libër, lexova shumë sot, sepse nuk studiova sot. Kam për të dhënë ca provime, po nuk doja të studioja sot, nga që e dija që s'do isha produktive se ishte zgjuar dhe vajza, kisha dhe vajzën aty zgjuar që në 6 me mua. Kështu që ç'a bëra, lexova, bëra shkrimin, u përballa me veten time. Të njëjtën gjë mund të bësh edhe ti. Të sugjeroj të ulesh, të shkruash edhe të përballesh me ato frikrat e tua. Pyet, sepse shiko, trupi ti jep të gjitha përgjigjet. Po të jesh ti i qetë dhe pyet, çfarë më jep frikë, pse kam frikur kur është koha shi? Pse ndihem unë e pasigurt kur është koha në këtë gjendje? Pra pyet e gjithmonë veten dhe përgjigje do t'i marrësh. Kam gocën 9 vjeçë. Qanë, thot s'dua të martohem, thot s'dua të jem gocë se do lind Benin. O më bëjnë së të zidza mos, shikoni me zor po flas nga pjesa e stërvitjes, ishte shumë stërvitje intensive, po o më bëjnë së të zidza, o nuk e dispe kuptoj këtë momentin, thot se do lind Benin, kam frikë ja bën, si ta zbut këtë që ndjen. O Nertila, nuk e kuptova, goca 9 vjeçë thot nuk dua të martohem. Nuk dua të jem gocë se i bie që do lind Beni. Kush është Beni? Nuk i ndaloj dot mendimet kaotike të rrëmujshme. Hidhi në letër të gjitha, që ta kuptosh që ku e kanë zanafillen dhe të përpiqesh ti zëvendësosh. Mundoj që ti hedhësh në letër. Shiko, live-in pas palestre unë nuk e bëj më. Të them të drejtën. Sepse nuk jam në gjendjen time optimale, edhe nuk bëhet këtu në rrugë, është një kaos, një rrëmuj që sado që të përpiqem mund të fokusohem këtu, më shpërqendroj nga të gjitha anët e makinës kalojnë njerëz. Më vjen mirë. Lina thot, faleminderit më ke ndihmuar me çdo gjë, edhe me djalin ka preparuar shumë me detokse dhe me vajra, të përqafoj, faleminderit që i ke dëgjuar ti këshilla dhe më vjen mirë që djali ka pas rezultate pozitive. Unë kam parë të vajzat, gjitha detokset e vajrat na kanë ndryshuar komplet energjinë e familjes. Se unë nuk mund të ndaj gjërat kot me ju thjesht për t'i ndarë. Kështu që unë ndaj gjithçka që ka funksionuar për mua. Bebin, do lind Bebin. Okej. Tash kush është Beni më? Okej. Tani një fëmijë 9 vjeç që të shprehet në këtë lloj forme, që të thotë un kam frikë, s'dua të martohem se do lind Bebin, tani ose ka dëgjuar histori horror për lindjen, pra është ekspozuar në biseda që nuk janë të përshtatshme për moshën e vet, ose interesoj që vajza nuk ka ngacmime seksuale, nuk ka njerëz që mund ta ngacmojnë ndoshta, ose nuk është përballur në ndonjë ngacmim, që unë uroj mos të jetë kjo, po duke marrë parasysh që 90% e pjesëmarrësve në trajnimi për te limiteve, në fakt, aty trajtojmë këto traumat, ka qenë pre abuzimit seksual në fëmijëri. Me thënë, ti mund të kesh shoqen e ngushtë ose njeriu që ti pi kafen për ditë, në përgjithësi femrat kanë qenë pre, edhe ti nuk e ke iden se çfarë ka kaluar ajo, se ajo e maskon shumë mirë, dhe të gjitha, do të thënë shumica nuk më kanë thënë vetë që shikoj Jona se kam pas abuzime seksuale, e kam dirë, e kam kuptuar dhe ja kam sjell në një mënyrë shumë të butë që dëgjon, nëse ke përjetuar në një abuzim është okay, mund të flasësh me mua, je e sigurt që ta trajtojmë, të falim edhe ta lëshojmë këtë ngarkesë. Kështu që siguroj që vajza është e sigurt në atë aspekt, që mos të jetë prej ngacmimeve dhe abuzimeve seksuale,
Edhe mbi të gjitha kujdes me bisedat që bën në pranin të vajzës, pse duhet një fëmijë 9 vjeç të ketë frikë të diskutojë martesën dhe të diskutojë lindjen e bebit. Pra ajo e sigurt që është ekspozuar në këtë lloj bisedash, ndoshta në vende me shumë gra, se gratë këtë bëjnë zakonisht, flasin pa qenë të vetëdijshme që kemi fëmijë të vegjël aty dhe mund të na dëgjojnë. Përshëndetje, kur ha ushqim pse nuk ndjej ngopje? Mund të jenë shumë arsye. Një nga ato është sepse ti ushqehesh për shkak të boshllëkut emocional, ndihesh bosh, ke një shqetësim, ke një burim stresi, ke një dhimbje shpirtërore që ti përpiqesh ta mbushësh me ushqim. Kjo është një nga ato gjërat që unë kam vuajtur gjatë gjithë jetës sime dhe me një hipnozë që bëra arrita të zbuloj zanafillën se kur kishte filluar kjo gjë dhe kishte filluar si një mekanizëm i përballimit të një lloji dhune të caktuar te unë. Kështu që ishte dhunë emocionale dhe dhunë fizike. Kështu që kur e zbulova, u rikujtova dhe ma bëri më të lehtë që unë mos të ushqem si pasojë e boshllëkut emocional. Në 2024, i vetmi mekanizëm që unë mund të mbijetoja ndaj një stresi kaq të madh dhe një tronditje kaq të madhe që përjetova me vajzën time, nuk do e përmend gjithmonë këtë me vajzën, po në çdo live, pothuajse në çdo live e përmend sepse është fillimi. Deri tani s'kam folë dhe është fillimi dhe ndihem mirë kur e them, dhe çlirohem dhe di që mund të ndihmoj dikë tjetër dhe ndjej ta them, sepse boll vuajta në heshtje dhe boll rrëshqita nga rruga ime e lumturisë, e mirëqenies në heshtje, vetëm që të shtirem si efort për të tjerët. Do flas për çfarë më doj qefi mua për atë që ndihem unë më mirë. Kështu që e përmend çështjen e vajzës që edhe ju ta kuptoni, po dhe unë ndihem mirë kur e them. Po ndoshta në vazhdim ndoshta edhe se përmend fare, varet si të më vi. Tani më vjen e ndjej ta them, ta përmend. Dola jashtë kontrolli dhe vetëm ushqimi më mbajti në kontroll. Domethënë, shkarkoja te ushqimi, dikush shkarkon te cigaria, unë shkarkoja te ushqimi. Ishte vetmja mënyrë ku mund të shkarkoja, ishte i vetmi abuzim dhe dënim që mund t'i bëja vete, se dënoja veten duke ngrënë në shumë ushqim. Edhe kështu që kjo është një arsye, boshllëku emocional. Diçka tjetër që do thoja është do kesh shumë parasysh që të kesh proteinë mjaftueshme në çdo vakt. Proteina është ai element në pjatën tënde, në vaktin tënd, në ushqimin tënd, që nëse ti nuk e ke sasin mjaftueshëm, sa gram protein duhet të kesh mjaftueshëm, varet nga gjinia jote, varet nga pesha e trupit, varet nga faktorët, por duhet të kesh një sasi të caktuar proteine, gramaturën e caktuar me çdo vakt, dhe ti nëse nuk e ke këtë dhe sidomos në 6 orët e para të ditës, nëse nuk e merr mjaftueshëm sasinë e proteinës, gjatë gjithë ditës do ndihesh uri pafund, edhe do duket sikur nuk arrin dot të ngopesh. Faktor tjetër është edhe gjumi, faktori tretë. Nëse ti nuk e bën gjumin e shëndetshëm, dhe gjumi i shëndetshëm, për shembull, nëse ti bën 8 orë gjumë të caktuara që nis nga ora 10 në mbrëmje, edhe deri në orën supozohet 6 të mëngjesit, dhe ti mund të bësh edhe 8 orë gjumë që nis nga ora 12 i natës deri në orën 8 të mëngjesit, nuk është e njëjta gjë. Kjo e dyta të dëmton shumë. Pra, gjumi duhet të fillojë në orën 10, maksimum 10:30, sepse atëherë çlirohen mjaftueshëm në këtë dritare kohore, çlirohen dhe balancohen nivelet e hormonit që është përgjegjës për ndjesinë e ngopjes. Pra që ti ndihesh e ngopur, kështu që është shumë e rëndësishme që ti të kesh mundësinë të bësh gjumin e saktë, të kesh mundësinë të marrësh proteinë mjaftueshëm dhe të punosh me traumat e tua. Pra nuk është, shiko, një pengesë e vogël që ne kemi në jetë nuk është kaq sipërfaqësore, ajo është maja e icebergut, pra nuk është kaq e lehtë sa duket. Pse un ha dhe nuk kam ndjesinë e ngopjes, fshihen shumë shkaqe poshtë asaj. Jemi qenie shumë komplekse kur nuk e njohim veten në njerëzit, por jemi qenie shumë e lehtë për të kuptuar kur fillojmë punoj me veten. Prandaj të sugjeroj të fillosh të punosh me veten. Ani, të kuptoj shumë mirë. Ola, shumë dashuri për ty. E kam shumë energji, më besoni, kam shumë dashuri për ju. Po thjesht jam mbas peshave kështu jam, unë dua një orë të marr veten. Ja, për shembull, po të vija muzikë të kërceja tani edhe të kisha diçka proteinike, një vakt me vete, që se kam. Normalisht do isha pak më me energji, po tani jam pak shumë chill.
Ani të kuptoj shumë mirë, thot Ani, përshëndetje, pse pendohem sa ha ushqim, ha dhe them pse hëngra. Unë do e lidh me veten time. Jam mësuar me idenë që unë nuk e meritoj ushqimin, sepse unë jam e shëndosh, sepse unë jam bipesh, sepse mua me quajnë lop, shokët dhe shoqe, dhe këtë gjë kam thënë që në fëmijëri. Dhe sa herë haja ushqim, e haja me ndjenja faj, sidomos në praninë e të tjerëve, dhe arrita derisa mundohesha të haja fshehur, që të tjerët mos të më gjykonin, sepse e dija që më gjykonin, sepse ka qenë ai mindset, ajo mendësia dhe ajo teoria që njerëzit e shëndosh nuk duhet të hanë, dhe nëse hanë njerëzit që janë bipesh ose të shëndetshëm ose të shëndosh, po i referojmë termave të thjesht popullor, tani se s'do flasim si pedagog këtu në live Instagrami, kështu që kur është dikush i shëndosh nuk duhet të haj, e dënojmë në atë njeri, pra ka qenë kjo teori, dhe unë e dija që më gjykonin e heshtje, ose dhe me fjalë ndonjëherë, shpeshherë dhe me fjalë, dhe për të mos të rënë prej gjykimit, sepse nuk më pëlqente kur më gjykonin, nga që nuk ishte e vërtet ajo gjë, unë kisha një shkak tjetër pse haja pa fund, unë haja fshehur ndonjëherë, edhe sa herë haja ndihesha në faj, por kur ti ha vaktin e plot me të gjithë elementet e shëndetshëm, që është proteina, që janë karbohidratet komplekse, që janë yndyrnat e shëndetshme, që janë fibrat shumë të rëndësishme, pra një pjatë shumë opsione keni pa fund, edhe në YouTube kam postuar video që mund të shikoni disa ide, edhe të libri recetave keni opsione pa fund, po këtu po bëj një shpjegim të përgjithshëm se nuk mund t'jap receta tani, po dua të them këtë gjë. Dhe kur ti ke një pjatë të balancuar me përqindjet e caktuara, siç duhet të jenë 50% carbs, të ndara secila në sasinë e caktuar, të gjithë elementet, ti në ato momente nuk ndihesh në faj, sepse ti e di që ha racionin tënd që trupi ka nevojë për të mbijetuar dhe për të përmbushur të gjitha nevojat bazë fiziologjike dhe mëtej. Pra jo vetëm nevoja fiziologjike, po dhe aktivitetet bazike që ti bën gjatë ditës. Kështu që ne kemi nevojë për ushqim dhe për vlera ushqyese për të jetuar, për të ekzistuar, për të mbijetuar, për të riprodhuar, për të punuar me ëndrat tona, por ne nuk jetojmë vetëm për të ushqyer. Kur ne kemi shumë bllokime dhe trauma në brendësinë tonë, ne e përdorim ushqimin si të vetmen kënaqësi që kemi në jetë, dhe kjo nuk është normale, dhe kjo nuk duhet të jetë kështu, sepse kënaqësitë e vërteta ti duhet ti marrësh nga bisedat që bën me personin që ke në krah, nga bisedat që bën me miqësitë e tua, me familjarët e tu, nuk i ke këta as pak, pa problem. Kënaqësitë do i marrësh kur del në natyrë, kur bën aktivitet fizik, kur ndjek hobit e tua, pasionet, kërcim, sport, balet, not, karate, boks, çfarë të duash ti, çfarë ta ndihesh ti. Kënaqësitë i merr kur lexon, kënaqësitë i merr kur udhton, shikon vende të reja. Kënaqësitë ti i merr kur shëron traumat e tua, pra jo çdo kënaqësi lidhet me ushqimin, por kur ti nuk e punuar me veten, nuk e ke shëruar veten, do s'do e lidh me ushqimin. Dhe unë këtë gjë bëja më parë. Çdo darkë është luftë më vete për mua, sepse darka është pak sfiduese, përballesh pak më shumë me sfidat e autizmit ndonjëherë, mund të ketë shpërthime, mund të ketë lodhet edhe vajza, dhe deri diku sikur universi të gjuan me një shuplak çdo mbrëmje dhe të thotë ja, kjo është situata jote, kjo do jetë gjithë jetën, ç'a do bësh? Dhe në ato momente ai roboti brenda me i thotë s'ka gjë jona, do flygjun vajza dhe ti do hash ushqim. Do hash ushqim, do qetësohesh, do relaksohesh, do shkarkosh gjithë ngarkesën tënde. Dhe është luftë e vazhdueshme, por mua rregulli 5 sekonda më ka ndihmuar dhe më ndihmon shumë. Si fillim, mund ta zvendësosh me një karrot, mund ta zvendësosh me një gjysmë banane, me një moll, me sallat me gjethe jeshile, pra mund ta konsumosh vaktin e fundit me të gjitha këto që unë përmenda, që mos të kenë shumë kalori, ose nëse në 10 të natës të shkon mendja dhe ti e di që nuk duron dot, shko merr një nga këto alternativa që unë përmenda. Mos shko te gjërat që kanë shumë kalori. Dhe mundohu që të ushqesh me ushqime të shëndetshme. Dhe në shtëpi mos të mbani mbeturina, sepse po i ke në shtëpi, nëse i kemi në shtëpi, ku i kemi? Te barku. Te barku, erdhi Edi nga palestra. Kur i kemi në shtëpi, kemi te barku, themi ne, kështu që më prit vetëm të vendos katëripin. Ja, një sekond grupi, më falni. Ikim direkt aty. Po, është hap një studio e re fotografie këtu në Sarand. Edhe
është super studio, do me thënë nuk ka, për momentin jo vetëm në Saran, po dhe në Shqipëri nuk ka të tillë lloj studio. Janë 2-3 që i kanë këto VIP-at që e di që janë, po kjo tjetra është shumë e avancuar, sepse çdo gjë është marrë nga Anglia edhe aparate, lente, çdo gjë është wow. Dhe unë jam shumë krenare që po hapet kjo studio dhe po shkojmë pak aty për momentin, të shikojmë ato gjërat e fundit, sepse ka hap një njeri shumë i rëndësishëm për mua. Është i rëndësishëm, po si them fjalë të mira, unë them gjithmonë gomar dhe kështu do i them se e kam rrit vet. Edhe është vllai im. Gjithmonë gomar do i them, po jo mos të them kështu se ai është fotograf tani i njohur edhe nuk ja vlen. I ulim reputacionin gomarit motrës. Kështu që për ushqimin e Anit dërgoj shumë dashuri, nuk do shoqërohet me ndjenja faj për asnjë moment. Çan ndodhi më burr? Jo, mos më bëj manovra mua kur jam live, hec me qetësi. Manovrat kur të mbyll live-in. Mos më prish energjinë e bukur. Okay. Tani vendose të bësh manovra. Unë të ndjek prej fillimeve të tua, kam filluar të punoj me veten prej 2020, po ende nuk kam dalë komplet nga zakonet e vjetra, her pas here i rikthem komplet lodhem, nuk di çfarë të bëj, prit se ta heq unë këtë. Elfete, edhe jemi të djersitur, nuk mund ta ndezësh kondicionerin, do ftojmë, unë jam qull në djers. Edhe nuk dua të ftojmë, jam dhe me të shkurtra. Kështu që elfete, të ndryshosh zakonet, kërkon shumë punë, kërkon shumë disiplinë, shumë dëshirë dhe një pse shumë të fortë. Pseja jote, pse do ti të ndryshosh zakonet? Pse do ti që të kesh një trup në formë? Pse do ti që të kesh një mendje në formë pozitive? Pra pse ke ti dëshirë që të kesh një jetë ndryshe? Cila është pseja jote? Dhe unë e di dhe e besoj dhe e them me bindje që për çdo njeri vjen momenti i duhur, nuk ka qenë ende momenti yt, sepse të dëgjosh është tjetër gjë dhe ti vesh në punë ato që dëgjon dhe të punosh me veten është tjetër gjë. Nëse unë tani nga çfarë trajnime kam bërë, nga çfarë libra kam lexuar, nga çfarë podcaste kam dëgjuar, nëse do ishte thjesht me të dëgjuar i gjithë suksesi, unë mund të isha edhe më e suksesshme në gjithë planetin, por nuk funksionon. Unë kam dëgjuar pafund dhe mund të ka vënë në punë vetëm 10% që jam këtu para teje dhe flas, vetëm 10%. Po nëse do vija 20% në punë, po nëse do vija 50%, ku do isha unë tani? Do kisha një jetë komplet ndryshe, shumë më të lumtur, shumë më të përmbushur. Po prandaj jemi këtu në këtë jetë që të përmirësohemi, mos ta gjykojmë veten. Për çdo njeri vjen momenti i duhur, dhe për ty ndoshta nuk ka qenë momenti, por mbi të gjitha, momenti nuk do vi asnjëherë kur të ndihesh gati, do vi kur të lodhesh. Të lodhet shpirti nga vuajtja, nga zvarritja, nga jeta boshe që jeton. Kur lodhesh duke parë të njëjtin trup në pasqyrë që ti vetëm e gjykon dhe ta shpif thua, nuk më pëlqen trupi im. Pikërisht në ato momente duhet të fillosh ndryshimin. Çfarë dëgjon nga unë ti vesh në punë. Atëherë, Jona, të lutem, mund të më japësh pak në koha jote, kam një situatë tepër delikate, jam e sigurt që ti do më japësh rrugën e duhur. E dashur, me këtë koment që bëre, ti mund të shkruaje situatën. Kjo koha ime është që unë po ta jap ty. Kjo nuk është koha e komshiut. Nuk jam ora Edit kohën dhe po ta jap ty. Është koha ime, që dhe mund të isha duke ngrënë një protein bar tani, duke pirë një kafe mbas palestre, por unë nuk e bëra ato dhe jam këtu për ju. Dhe nuk po e përmend këtë gjë sepse dua t'ua përmend, e bëj me gjithë zemrës, dua t'ja përmend. E ndiej dhe e bëj, dhe ju s'më detyroni asgjë në këmbim. Fare, sepse unë e vendos ta bëj. Por më duket një formë mosmirnjohje ose mungesë vetdije që ti thuash dikujt në live për ditë që ka hap dhe grup falas që dëgjoj, më kushton edhe pak më shumë kohë. I bie që ti nuk ngopesh, nuk kënaqesh me bekimet që ti jep Zoti. Unë e di që mund të jetë shumë delikate, po unë jam një njeri dhe janë qindra mira shqiptarë që kanë gjëra delikate në jetë, po nuk është përgjegjësia ime të shpëtoj shqiptarët. Jo, përgjegjësia ime është të shëroj atë Jonën e vogël brenda meje, të jap shumë dashuri panore as që është vajza që unë kam sjell në jetë, fëmia që kam sjell në jetë, dhe të jem e lumtur në jetën time. Se çfarë bëj unë me Instagramin dhe me këto, mua s'më paguan shteti, nuk jam institucion bamirësi apo institucion shtetëror. E bëj nga zemra ime, nga koha ime, nga paratë e mia. Se s'më paguan njëri, e bëj nga paratë e mia. Kështu që të jemi pak më të vetëdijshëm për kohën që unë jap, edhe për pasuritë që unë ndaj këtu në Instagram. Se të gjitha këto i kam kaluar në shpinë, edhe mund t'i ndaj edhe unë në seminare në ritrite, siç bëjnë të gjithë. Jo, unë duhet ta bëj këtu, e ndjej ta bëj këtu. Prandaj ju lutem pak më shumë mirënjohje dhe vetdije, që kjo koha ime është, nuk është koha e komshiut. Kjo është koha ime që unë po ndaj këtu. Vazhdojmë. Eranga thot pse kur jam e stresuar më mbyllet goja, nuk kam fare oreks dhe kam pagjumësi. Do ta them në fillim shpjegimin me humor dhe pastaj do të them shpjegimin e vërtet. Shpjegimi me humor është që ma jep mua ato lloj mekanizmi që ta marrun, që të mbyllet kjo gojë dhe mos të ha fare kur jam me stres. Shpjegimi i vërtet është ky, që
Në jetën time kam raste konkrete që vuajnë këtë gjë që vuan ti, që kur kanë stres, kur kanë bingarkesë, nuk konsumojnë dot ushqim, bllokohen komplet. Po nëse nuk kaluan të merrnim një protein bar, kemi bërë shumë pesha të rënda dhe nuk kemi asnjë burim. Ka të ky supermarketi ka përshtypjen, se ka gjëra greke, ai duhet të ketë. Kështu që është mekanizëm se si ti ditë të përballesh me streset, se si ditë të përballesh me situatat që të shkaktojnë tronditje të brendshme. Dikush e menaxhon duke konsumuar ushqim, dikujt nuk i shkon mendja të konsumojë ushqim. Dhe kjo është okay, po nis çdo gjë nga normalizimi i niveleve të stresit, i hormonit të stresit. Suela, faleminderit, edhe ti je dritë e Zotit. Anduela, edhe ti je dritë. Ola thotë është një situatë që duhet të flasim, dijes nëse nuk e kuptove. Ola, të kuptoj që do të flasim. Nëse do të flasim, prandaj unë i ndaj me kategori, nis falas, nis me opsione më të lirë të mundshëm që janë librat, vazhdon me me seminare nga 50 euro, seminar më dëgjoj 2 orë rresht, kam fol, kam thënë teknika, kam thënë hipnoza në seminare, vazhdon me trajnime, vazhdon me seanca individuale, gjithë këtë duash. Nëse nuk e ke xhepin, merre falas, unë prandaj jam këtu. Ama nëse e ke xhepin, i mbaj lekët të blesh rroba dhe do dhe nga koha ime, më vjen keq nuk ta jap. Jo, lekët e vajzës time nuk t'i jap ty, se kështu i bie. Unë flas hapur tani, se unë nuk flas dot kështu. Ju e dini, jeni mësuar me këtë energji, mungojnë 2024, unë bëra dhe unë mentore urte bootcamp, unë po kthem te vetja, kjo është e vërteta ime. Prandaj jo mos mirënjohje. Kohën time dhe lekët e fëmijës tim nuk jap askujt. Dhe pik, kaq. Kështu që do seanca, shko bli seancat, hajde flasim bashkë, ta zgjidhun jetën ty. Ta japun zgjidhjen, se do e zgjidhësh apo jo është në dorën tënde. Unë thjesht të jap zgjidhjen. Kaq për momentin, me këto bisedat që doni më shumë nga unë, doni më shumë paguani. Paguaj, siç paguan rrobat, siç paguan parukieren. Për çfarë paguan parukieren ti për kohën e saj? Për çfarë paguan thonjt ti për kohën e estetistes? Paguaj për shëndetin tënd mendor. Më kam çështje delikate në jetë, thot tjetra dhe kursen. Po si më mund të kursesh ti për çështje delikate në jetë? Këtë se kam kuptuar ndonjëherë unë. Unë kur isha në çështje delikate që mendoja vetvrasjen, doja të jepja të gjitha lekët sa kisha vetëm të shpëtoja nga ajo errësirë, të shpëtoja. Ke falas YouTube-in, apo YouTube-i s'quhet, si ka njëra që shkruajt një mesazh, që na nisë stafi me screenshot, çfarë ti them kësaj zonjës? Si ishte mesazhi se harrova? Më tha se po merret Edi tani me ato mesazhet, stafi ja nis Edi, Edi shikoni, filtron që mos të më vi mua stres, se jam shumë e ngarkuar me live-et që bëj. Stave që aja vlen trajnimet që keni në YouTube. Aja vlen trajnimet që keni në YouTube. Duket pa vlen. Tani unë e kuptoj. Stave si çka këtë. E kanë leje nga unë që t'ja lënë sin, madje të bëjnë edhe blok njerëzve që kërkojnë llogari pse jona nuk bën seancë me mua falas. E kanë leje nga unë t'ju bëjnë blok, mos mirënjohësave. Por unë e kuptoj konceptin e asaj dhe atë këndvështrimin e zonjës në fjalë ose të olës, po nuk e kuptojnë këta, domethënë këta nuk janë në vendin tim, nuk e kuptojnë dot si është të jesh unë. Nuk e kuptojnë dot, që e ndryth veten për shumë gjëra që domethënë nuk e kam të lehtë, se ndoshta mendoni që unë rri shtrir, o e di, ndoshta kam mendon që unë rri shtrir gjithë ditën, kam kohën, ndoshta mbien lekët nga qielli, pam me thas, e unë rri me që i kam lekët, hajt më futem një live. Ndoshta kështu e mendoni, ë? Me thonë unë jam non stop duke punuar drejt ëndrave të mia për mbushjes time shpirtërore, drejt asaj që mua më përmbush si njeri dhe një pjesë e asaj që më përmbush është të ndihmoj njerëz. Por nuk më vijnë lekët mua nga qielli. Nuk paguan Instagrami se kam 100.000 ndjeksa. Nuk paguan as 100 dark Instagrami. As 100 dark nuk paguan Instagrami. Që ta dini, kjo është e vërteta. Po të paguante me ndjeksa Instagrami, po vetëm seanca falas do bëjon, po jo mua më duhet të punoj, të nxjerr të ardhurat e familjes. Pjesën time të ardhurave, normale, kuptohet. Por që jo, nuk më bien thas. Mirë do ishte të vini me thas në fakt nga qielli. Që të ndihmoja njerëzit, kafshët e kështu të gjithë, po s'ka. Duhet të nxjerr vetë. Duhet çdo ditë të them përshëndetje, duhet Alia pistën për shembull që po më shijonte malori aq shumë dhe ndjeja që atëherë filloja djegja e masës diamore, ndjeva që aty po futesha në atë zonë 2 kardio, sapo hyja në atë zonë 2 kardio që ndjeva atë efektin, e lash se duhet vija live. Okej, hapak derës është pak shumë vap. Jehona shumë e vërtet.
Jo se nuk do ndryshoj, se Johona thot përderisa zonja thot aja vlen trajnimi, bie që s'do të ndryshoj kur. Nuk është momenti vet. Ti do vi momenti për çdo njeri. Je dritë, bekim, falte e vajza ime ka arrit majat, Zotit bekofti dhe familjen tënde. Bona, vajza jote të arri majat, e lartë e me lartë, e t'jetë e përmbushur, sepse mua mbet zemra mal kur shikoj njerëz të lumtur. Dua të shikoj njerëz të përmbushur, sepse lumturin që ka vajza jote apo dikush tjetër s'ma merr mua. E ka thënë Zoti për gjithë, ka pa fund, ka para, pasuri, sukses, tituj, famë, arritje, ka pa fund për të gjithë. Nuk ja marrim njëri tjetrit. Dhe lumë si ai që e kupton këtë gjë, se jeton i lumtur dhe i qetë. Kështu që jam shumë e lumtur për vajzën tënde dhe për më tepër që është frymëzuar nga unë dhe unë kam arritur të ndihmoj edhe pse nuk e njoh. Atëherë mbyllim kaq për sot. Ju dërgoj shumë dashuri, në erdhën te studio, unë do doja ta tregoja studion nga afër, po vllai më thot mua nuk dua të shfrytëzoj, më thot mua asgjë tënden, që ti të ma reklamosh. Ai nuk e kupton që unë nuk e reklamoj. Po jam shumë krenare për atë. Me mënyra se si ne jemi rritur, gjithë shka që kemi kaluar, nuk e kam lejen të flas dhe në emrin ati, sa i shumë tip ndryshe, duket sikur, si që thoja kur ishte i vogël që të kanë gjetë te koshi, i thoja, duket sikur vërtet e kemi gjetë te koshi, nuk ka lidhje me mua. Thjesht jemi të ndjeshëm, i duam njerëzit natyrën kafshët, po me tipin tim s'ka lidhje ai. Ai në çdo moment, o jon, po boll, mos fol për mua, o jon boll, gjithë jetën këtë më ka thënë. Por jam shumë krenare për të. Çka ka arritur ai të hapi këtu në një qytet të vogël, në një vend të vogël si Shqipëria. Ka sjell pajisjet e fundit nga Anglia që të bëjë një studio fotografie të cilësisë dhe të nivelit europian. Dhe unë jam shumë krenare, unë do e them, ai thot pse flet, do flas. Ai do shikoj live-in, do flas më sa të ndoj shefi. Dhe dua ta reklamoj dhe studion kur të jetë gati fare, edhe kur të më japi ai lejen. Edhe kam lënë, javën e parë të nëntorit kam unë një photoshooting unë time, personale, sepse në 5 vite mentorim, kam bërë pa fund për çdo njeri, për vete nuk futa njëherë në një studio fotografie, edhe të bëj një set fotografik profesional. Kam bërë set profesional, po në shtëpi për librin e recetave, te liçeni që bëm atë bootcampin e vogël, të gjithë bashkë, kështu që nuk kam pas mundësinë ta bëj unë për veten time. Dhe javën e parë të nëntorit do bëj këtë gjë, domethënë. Do kem mundësinë që për ta mbyll dorën, mos e ka shumë shurma. Do kem mundësi të bëj një photoshooting unë mezi po pres. Ndoshta bëjmë me ndonjë nga librat, me manualin e menaxhimit të ankthit, se ai ka ndihmuar shumë njerëz. Kështu që nuk e di, ndoshta me librat, ndoshta vetun me ndonjë xhaket, një krehje flokët pak me onde, të ndryshoj pak, se unë çdo ditë kështu e thjesht jam, edhe këtë kam dëshirë të bëj. Dhe ku ka më mirë se sa ta bite vllain, domethënë vllain fotograf. Majmuni më që ziheshim e rriheshi mirë që nuk u vram në fëmiri. Gomari kam thënë gjithë jetën, se si është shumë ndjeshtësi e veçantë, shumë krenari e madhe. Kur shikon motrën se vllajin e vogël që arrin shumë në jetë, prekesh, më emocionohesh. Po prap gomar ngelen ata. Kështu që gomar të suksesshëm. A çdo kënaqet ai kur ta shikoj këtë live. Ika ju përqafoj dërgoj. Të ta thot, po nuk ta dha vllai lejen, merja vetë ti, po unë do bëj atë që bëj gjithmonë, shiko, sa herë më kanë thënë familjarët, kanë filluar, më kanë kritikuar ose kështu, kam bërë atë që kam dash gjithmonë, nuk është se do pyes shumë. Gjithsesi, ju dua shumë të gjithëve, edhe kur jam kështu e drejt për drejt, unë do jem e drejt për drejt, që ju dhe ta kuptoni pak realitetin se cili është. Ky është realiteti, domethënë kjo është e vërteta, nëse unë bëj mirë, bëj se ndije, jo se i kam lekët apo kohën e tepërt, edhe nuk më detyroni asgjë në këmbim, nuk dua nuk e mendoj dot të bëj mirë dhe ta përmend. Absolutisht, kjo është diçka që e bëj unë se ndijej. Ti s'më detyrosh asnjë. Detyrën nuk e kam postuar dje te grupi, sepse dje kam qenë, domethënë, nga ora 5 në pasdite deri në orën 9 të darkës, kam qenë në një mbledhje. Domethënë, mbledhje 4 orë që nuk e di, domethënë, më është bërë koka dhall, por kemi arrit në shumë konkluzione, gjëra pozitive që do më ndihmojnë mua të përmirësoj financat e mia edhe të shpërndajnë vlera. Kështu që unë punoj paralelisht dhe të kem financa të mira dhe të ndihmoj njerëz, edhe vajzës t'ia bëj terapi çdo gjë, mos t'i mungoj asnjë gjë, pra të jem mirë financiarisht edhe të shpërndaj sa më shumë dije informacione me njerëzit. Prandaj dje nuk e shpërndava dot. Ushtrimin dua ta bëj kur t'jem e qet, kështu që sot do bëhet ai ushtrimi, ajo video që do shpjegoj çlirimin e traumave dhe atë heqjen e maskës, ndërsa ushtrimi që unë do jap për sot është diçka shumë e thjesht bazike që unë e di që ju s'e keni bërë prej shumë kohësh. Do ju kap mat me këtë ushtrim. Futuni te grupi WhatsAppit, do e shpërndaj edhe një herë në story për ditë, do e shpërndaj, po shkojnë 1000 veta në fakt, dhe e dija që do shkonin 1000 veta.
Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, do shkojnë shumë më shumë se kaq. Qëllimi im është që ai të jetë grupi më i fuqishëm, më aktiv i zhvillimit personal në Shqipëri, të jetë grupi më i madh dhe të jetë grupi më i madh falas për zhvillimin personal në Shqipëri. Ky është qëllimi im. Do e arrim apo jo? Varet nga ju. Sa doni të punoni me veten, unë do jem këtu aktive me ushtrime, teknika, live, video çdo ditë. Kështu që ika të mbaroj punët e studio, të shkojmë pastaj të marrim vajzën nga kopshti, edhe të bëj ushtrimet i postoj te grupi. Bashkohuni te grupi e keni falas, po edhe nëse ftoni dikë tjetër, se më pyeti dikush po nëse ftoj dikë tjetër dhe ai e ka falas, çdo njeri është falas për çdo njeri. Nuk ka ai grup WhatsApp-i nuk fitoj gjuhën aty, fiton vetëm ti. Kështu që çdo gjë është jep dhe merr, unë fitoj te trajnimet e tjera, patjetër. Shpërblet koha dhe energjia ime, po te ky grup WhatsApp-i fiton vetëm ti. Kështu që është falas për çdo njeri. Faleminderit që ishit këtu. Ju dërgoj shumë dashuri. Pyetjet e tjera që më keni bërë, nëse janë shumë të rëndësishme, screenshot mbajini edhe mi dërgoni në privat në Instagram. Nëse unë nuk hap askun, mi dërgoni në Instagram. Nëse e hap askun, mi nisni në ask. Ju përqafoj, kalofshi mirë.